היינו עושים את זה ושולחים את צה"ל ושולפים אותו ומחסלים אותו. וכך בדיוק, רגע, וכך בדיוק בהתאמה. אני רואה את המצב שחמינאי הוא היטלר המודרני. אדם עומד עשרות שנים בראש מעצמה. יש לו השפעה אידיאולוגית רבה. והוא מפעיל אותה ואומר שהוא בעד השמדת ישראל. והוא מפעיל את כל המשאבים גם על חשבון העם שלו למען המטרה. ואנחנו רואים היום הוכחה שהוא באופן אישי נותן הוראה לירות על בתי חולים ולירות על בנייני מגורים. כאן אין סטייה סטטיסטית שאפשר להסביר אותה. והוא רואה את זה כחלק מהמטרה של השמדת מדינת ישראל. האם הפלת השלטון חלק ממטרת המלחמה שלכם? אנחנו קבענו את יעדי המלחמה להסיר איום גרעיני, איומי השמדה ולסכל את איומי הטילים, ובתוך הדבר הזה צה"ל הונחה ויודע שכדי להשיג את כלל המטרות, בהחלט האיש הזה הוא לא צריך להמשיך להתקיים. Ishte Joav Katz, ministri i mbrojtjes i Izraelit, gjithmonë më tepër, ministri i mbrojtjes, si thuash, ka një dukshmëri paralele në mediat me Netanyahu, është ndoshta edhe më radikal se ai, fliste, siç e dëgjuat, për figurën e Khameneit, ai ishte ngarkuar për të thënë që Khamenei është i dënuar me vdekje, ai nuk do të ekzistojë dhe nuk duhet të ekzistojë. Duket që platforma dhe tendenca e Izraelit është që gjithmonë më tepër ka nevojë për Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë konflikt kundër Iranit, ka nevojë që Donald Trump të bindet dhe të futet në betejën që Izraeli pa paralajmërim, por për parandalimin e krijimit të bombës bërthamore, sipas interpretimit që i bën arsyeve të sulmit të fortë ajror që aviacioni izraelit bën ndaj Iranit, por ka nevojë për atë. Ndërkohë çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që kemi patur një prononcim dhe një artikulim të Vladimir Putinit, i cili ka në fillim është rekomanduar dhe është ofruar si negociator pra ndërmjet Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sigurisht edhe Izraelit, por edhe Xi Jinping, presidenti kinez, ka thënë përmes zëdhënësit vet, po dhe në forma me kanalet e veta të komunikimit, jo, nuk do ishte mirë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të futeshin në këtë betejë. Pra, kemi nga janë strategjinë e Izraelit për ta futur në këtë betejë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kemi akoma një situatë as po as jo të Donald Trumpit, ndërkohë që aeroplanë mbajtësit amerikane janë afruar në rajon, aeroplanet bombardues B-2 që janë të vetmit që mund mbajnë ato bombat nga 12 ton, janë afruar dhe ato në Europë, por si thua shkrepësja nuk është vënë ende, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë ende në luftë. Kjo është çështja. Kjo luftë do të bëhet nga rajonare në planetare apo jo?